pak në zonë. Ju përshëndes gjithë senatorë, menaxherë, musafir, kolegët, ju sekretarit, njëri që ndonjë ndjerë radhës të senatit. Për rendite I kemi nëntika, ato nevojë me lexu. Shkojmë në qoftë në ndonjë pikë rendititës, që pritet për ndonjë njësi akademike, nuk është dekani I njësisë akademike, është mirë që ato pika për hir të informimit të senatorëve të shtypë. Një pyetje që ndërmi hyri se në qoftë se dekani s'është për hir të informatës ashtu. A kemi të një pikë të një vitës që pika 5 kemi një riformulim. Po, të vënd një ndryshim, propozohet që të formulohet në të formë. Shërtimi ka 5 fjala. Shërtimi vendimeve të inspektoratit për disa kandidat të rregullt dhe me honorar në SPBV, ashtu si qëndron, dhe KSHMN, AKF, a bën heqje, janë se bën KSHMN. Kështë propozimi. Pika e 6 I kushtohet njësisë akademike të fakultetit filologjisë, a kemi dekani në propozoj që ke shtyrë për një të në radhës? Të ndryshme. Nëse jemi dhe në pikën e plotësimit të rendititës, të ndryshme kemi një rast në fakultetin e arkitekturisë dhe arkitekturës, për një asistente e cila është zgjedhur në vitin 2015 dhe nuk ka pas nostrifikim të diplomës, prandaj duhet të marrë në vendim senati. A propozimi pikë Si pikë edhe. Si të propozojmë? Rishqyrtimi I vendimit të senatit datës 18/2015. Në fakt, mbledhja 19/2/2015, 19/2/2015. Lidhur me asistentën Miranda Rashani. Mirë atëre. Përshëndes gjithve, ne kam në ndërgjim dekanu për përsëris këtu. Ne kemi një konkurs në procedurë, dhe kjo është I afatizuar me kohë. Unë përshëh që nuk jem para pa shqyrtimet e raportit nga fakultetit, edhe kuptoj këtë që me siguri nuk keni përgatitur, por kërkesë e njësisë akademike është të procedohet sa më shpejt, posaçërisht për kategoritë profesor asistente, sepse presim programet për akreditim dhe në rast se ne nuk procedohem, humbim akreditimin. Prandaj ju lutem që të menaxhoni më me shpejtësi këtë punë dhe të mos dështojmë, sepse ne kemi kryer punën në fakultet dhe pritet në vendimmarrje e senatit. Ju lutem që këtë çështje ta merrni më me si më kam urgjencë dhe marët senati më shpesh dhe të trajtohen lëndën nga fakulteti. Mirë atërë, hapi debatin të në rendititës, a ka dikush dhe një propozim tjetër? Abdirisoka, senatori filologjikut, me qenë se dekanja e filologjikut paraprakisht ka takim në Universitetin e Tiranës për çështje programe bashkëpunimit. Në renditës se kemi programin për e kemi këtë pikën për studentat e anglisht, sa ka mundësi më shty për e... Ashtu, pa një se kisha...
Kishanësi me studenta të atërë. Panderës. Mirë atë, kush është që ky rendit të aprovon me këto ndryshimet të cilat i përmendën dhe në kërë është vështimin e pikës 11. A ka kundër abstinim, i bëjnë dërvizë. Po kalim të pika e pare rendititës miratimi ekstraktit të proces verbalit nga mbledhja e datës 16 të 2017. Këtë të keni marrë materialin, unë e hapit debatin lidhur me proces verbalin që se ka një vrejtje. Nuk ka vrejtje. Senatori Se përket formatit tani që në marë, shkash një pak sa më herë që është mund që më në ndërgu proces verbalin, dhe të është formulimet një pak më herë, se përvrej për shemë tash që jo egzaktësisht ka mundësinë përshkruaja që kemi diskutu, edhe më mendoj që marrë përshtash ka qenë modeli i maherëshëm, se sa kjo. Është e vërtet që ndru pak formati, po proces vajtit si ka dashtë me në dhe një format të rinë që ose është i suksesshëm, në pranueshëm për ju, pra e projme të këtë. Prandaj, në gjemi, ideja e statit është që sa ma shumë mund me avancu në forma, në formate sa ma përshtatshme dhe ma të leta për kryetorit, dhe në renditës. Proces verbalin si e muaj, natyrisht është e ka mundur që çdo ndërhyrje, çdo fjalë figuroj në proces verbal. Është e ka mundur edhe si kur kishim stenograf specialist për diçka tjetër. Ideja është që personi i përgjegjës për mbajtjen e procesit verbalit ta përcjell frymën e diskutimit në proces verbal. Është detyrë e senatorëve që në mbledhjen e radhës, pra sot për mbledhjen e kaluar, qikojnë mos ka diçka që esencialisht është nuk reflekton frymën e asaj që kanë thënë. Nëse po, e përmirësojmë të sot. Nëse jo, mbetet kjo që ka qenë. Ndryshe do të ishte a mundur që gjitha ndërhyrjet tjera shtandohet të reflektojë procedurën. Dim që kush është për miratimin e këtij procesi verbal, kundër abstinim 20. Kalim të pika 2 të rendititës, marrja vendimit për dhënien e titullit Dr. Honoris Causa Vincenzo Pallas. Unë shkoj e projektorin për marrëdhënie kontore aty votin që shkruan ai ja arsiklin. Faleminderit, rektor, të nderuar senator, unë besoj që për shumicën nga ju është Monsignor Vincenzo Paglia, për edhe kontributi i tij në fushën humanistike, në aspektet njerëzore. Prandaj në përputhje me dispozitat e statutit si menaxhment normalisht e kryetuar në rand vite miratimin e vendimit për dhënien e titullit Dr. Honoris Causa. Normalisht sipas statutit, titull jepet për arritje shkencore në ndërto dhe për humanizëm dhe veprimet e tjera që shohin në drejtim të konsolidimit të paqes etj. Prandaj Universiteti Prishtinës është i lidhur me këto dyja dhe për ne është ende i freskët dhe lidhet shumë ngushtë veprimtaria e Monsignor Vincenzo Pallas vitin 1996, në kohën kur ne po luftonin për mbijetesë etj. Dhe ajo marrëveshja e famshme për lirimin e objekteve shkollore dhe universitare dhe timin e nxënësve, arsimtarëve dhe studentëve për objekte shkollore. Mbi këtë bazë, si menaxhment propozoi normalisht Senatit që të marrë vendimin për motivacionin të cilin unë kam bënë një draft bashkë me kolegët normalisht një draft, po cilin do të lexoj tash, por që normalisht përmbajtja edhe motivacioni le të jetë ai i fundit, ose eventualisht dikush nga senatorët ka ndonjë sugjerim. Prandaj formulimi është si vjen. Jepet titulli Dr. Honoris Causa Monsignor Vincenzo Pallas me motivacionin për dhënien e kontributit të jashtëzakonshëm human dhe diplomatik në ndërmjetësimin e marrëveshjes për kthimin e nxënësve, studentëve
studentëve dhe arsimtarëve shqiptarë në Kosovë në objektet e tyre shkollore. Senati i Universitetit të Prishtinës 17 mars 2017. Nga informacionet që kemi dhënë, Monsignor Vicenzo Palja javën e ardhshme do të bie në Kosovë dhe ne realisht kërkojmë përgjigjen e Senatit për me e miraklu këtë vendim dhe në javën e ardhshme me organizu ceremoninë e ndarjes së organizatimit. Rektor, Ligjin 190 i statutit UP-s thotë që pika 2 Senati do të zgjedhë rregulloret e veçanta për procedurat e vendimmarrjes dhe përzgjedhjes së titullit të mbledhjes çmimit studentit të alluar dhe linjore. Në sa dimë nuk kemi ndonjë rregullore të veçantë rreth procedurave. Rektori paraqiti një arsyetim. Unë nuk e di ku janë propozimi që Senati UP-s të jep këtij personi këtë titull, po sido që tjetë, mendoj që personi në fjalë faktës për të kaluar nuk është meritor për ta pasur këtë titull të Universitetit të Prishtinës. Për tashmë nuk e di për çka është motivacioni se çka mund të bëjë ai tash për Kosovën. Në rast se ata që e kanë iniciuar këtë çështje mund të argumentojnë çka mund të bëjë ai tash, atëherë mund të bëhet. Pastaj për këtë kaluarës, unë mendoj që e kundërt është se çështja e marrëveshjes së Milošević nuk ka qenë një marrëveshje që është pranuar asnjëherë nga Universiteti i Prishtinës. Faktin këtë klasë me kompetencë, sepse kam qenë dhe si student dhe një lëvizje e cila ka rënë ndesh me këtë strategji që ishte parashikuar atëherë që sistemi i arsimit i Kosovës, Republikës Kosovës, sistemi i arsimit mesëm dhe fillor të integrohet sistemin e arsimit të Serbisë. Ndërsa se kërket universiteti, kjo nuk është e vërtet as pak sa e marrëveshje ka paraqo çështjen e universitetit dhe kthimit në objektin e universitetit. Unë thash, motivacioni për këtë çështje për mua është i papranueshëm dhe nuk e përkrahur. Në rast se ka ndonjë motivacion tjetër që ne do ta ndërrojmë personalitetin në fjalë, urdhëroni paraqitje. Por nëse e diun dhe arsyet pse i jepet këto tire duhet lidhet eksaktësisht me një kontribut të veçantë edhe një sukses të veçantë. Ai s'ka qenë kur për suksesi. Ai ka qenë një vështim total dhe s'ka qenë sukses. Prandaj ju lutem që Universiteti i Prishtinës të ketë parasysh edhe të analizoj më detajisht para se të sjellë në votim meritat e secilit personalitet. Mos bëhemi në kaluarën ky titull i ka dhënë edhe Titos, por ka qenë e kaluara. Ndërsa tash i shqyroi sepse është për ata që kanë titull tillë si presidenti Clinton dhe Ismail Kadare, shumë personalitete, ndërsa krahasimi tash apo afërsimi me një diçka që realisht mund të argumentohet as gjanë në kontribut të tillë, është degradim. Mendimi im është normal që unë si senator do ta votoj kundër dhe nuk jam dakord. Faleminderit shumë të këndi kushtimin. Shëndetje për gjithë. Senatori Dekane tha që për këto çështje mendoj se duhet kemi rregullore. Dhe tash shojmë më mirë se si duhet me procedu për raste të tilla, tash nuk do të shohim përmbajtjen e asaj se kontributit, po s'paku ne kemi personalitete të cilat a priori dihet, botërisht dihet se kanë kontribut dhe ne i quajmë faktin autor, s'ka nevojë shumë të dokumentohet. Ndoshta kur ka personalitet se ne mund të ballafaqohemi me situata të tjera, është mirë të kemi një komision i cili paraprakisht na i vjen Senatit, prorektori e fakët, por ka kemi një komision të Senatit, kur mungesë të rregullore duhet të ketë një komision i cili bën një lloj ndoshta vlerësimi, kisha më thujt, nëse do të thonë vlerësim të persona, po mënyrë se si do të procedohet në mirë që mos vinë në dilemën për të marrë një vendim ose për të marrë ndoshta negativ që mund të kemë më drejt, ose eventualisht të bëjmë pozitiv që pastaj dikush mund të na proteston më vonë vendimore. Prandaj do të dishte në aspektin procedural, do të ishte mirë që të kemi një komision paraprakisht i cili kishte me procedurë çështën mungesë të rregullore që kemi. Të një pajtonë për vetëm një gjë do të kemi parasysh. Na menaxhimin e universitetit ke marrë më
pak qenë ditë. Prandaj jemi në proces të plotësimit të gjitha hapësirave me rregullore, me kritere, ka qenë pa mundur që t'i kryjmë të gjitha. Isha të qenë shumë i lumtur se për të kemi pasur mundësi me një staf administrativ dhe ashtu tepër të varfër. Janë disa fakultete para kolapsit për shkak se nuk kanë staf administrativ. Prandaj sigurisht edhe kjo do të plotësohet, natyrisht atëherë kur do të kryjmë disa rregullore, cilat për të klema emergjente, ju të ta kemi renditës rregulloren e Këshillit të Etikës. Jemi në këtë fazë, në qoftë se ka diçka më tepër, produktori në dhënë të lidhur në rastin Direktor, tashi normalisht në Senatit nuk është vendi forume për komunikat për rëndësinë e marrëveshjeve ndërkombëtare të këtyre. Në 191 Senatit, titulli doktor Nderio, sa Honores Causa jepet për nëni arritet të mëdha në fushën e shkencës së artit, në dy kontribute të rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve njerëzore në mbështetjen dhe konsolidimin e paqes. Tekstualisht nuk parashit as ndonjë komision as një veprim tjetër i Senatit. Pra është saktësisht ku forumi ku vendoset po ose jo. Ne mendojmë që është fakt notor po ashtu ekzistimi i marrëveshjes Rrugova Milošević për standardizimin e arsimit shqip, për kthimën e nxënësve dhe studentëve edhe arsimtarëve shqiptar në projekte shkollore. Po flasim për një veprimtari edhe një kohë ku fund e kryet do kanë përshkruar në ngjyra dhe me terma humaniste. Prandaj si menaxhmenti po besoj që është momenti i bukur të kohës për ne a ka ndonjë diskutim tjetër? Kemi propozimin që është përënditës time, edhe kemi propozimin që pasi plotësohet me rregullore, të merret vendim për rastet të tilla. Ka tonë të ditë propozimin? Mira, të kalojnë në veçrat e natyrë të marrin. Rregullore po, për jo komision. Jam të parashikon komisionin, a të mos i politikoni u gjatë. Po, është e njëjta si hipotetike, me thënë që rregulloria mund t'i parashikon, po mund të mos t'i parashikon. Komisioni ja sjellën në marrëveshjen, Rrugova Milošević, pak të elaborohet pak më mirë këtë çështje sepse na jemi lajfike, nuk po e di saktësisht para sa viteve ka ndodhur kjo marrëveshje dhe cili është kontributi i saj. Okej, për shkaqe humane na jemi dakord. Ka qenë një periudhë e vështirë dhe ka një kontribut. Pak me na sqaru, pak ta kemi të qartë për çka po votojmë, sepse po vim vesh ndoshta edhe na po vim situatë që nuk po e dim saktësisht se për çka po votojmë. Nëse mundet një sqarim shtesë korrektore, jemi Patjetërisht që kemi të sigurt dhe shmangim se si në konkluzion. Jo në lajfike mund të jetë mungesë informacioni, por në asnjë mënyrë nuk u voti kusht në lajfike. Ne po flasim për marrëveshjen Rrugova Milošević të datës 1 shtator 1996 me ndërmjetësimin e Monsinjor Vincenzo Pagës, saktësisht autoritetit për cilin sot po i propozojmë Senatit marrë vendimi për ndarjen e titullit doktor Honores Causa. Me datën 1 shtator, do të saktësisht në datën kur është paraqur fillimi i vitit shkollor, është arritur marrëveshja mes ish presidentit i Rrugova dhe Miloševićit, që të kthehen nxënësit, arsimtarët dhe studentët shqiptar në objektet e tyre shkollore. Pra po flasim për 96-ën, 1 shtator. Tashi për suksese edhe mos suksese, eventualisht për sa ishte e efektshme e marrëveshjes të tjera, mendoj që është debat i gjanë edhe mund të flasim shumë për atë çështje.
për kuptimin juridik, politik, diplomatik, human të marrëveshjeve ekzistente, edhe ka shërby, mendojmë për shumë veprime të tjera të cilat janë ardhur pas të marrë. Pra, Zoti Palja është autoritet, mund t'u dërgoj edhe civil, autoritet që ka kontribuar në për ndërmjetësime të ndryshme, në për misione të ndryshme diplomatike, ka qenë autoritetet që ka marrë lehen i parë pas diktaturës së tij në Shqipëri, dhe pas instalimit të demokracisë në shtetin shqiptar. Ka qenë i fokusuar në jetën e vet shumë në Ballkan, me tekst të posaçëm në zhvillimet në Kosovë. Prandaj mendoj se si institucion kryesor Universiteti i Prishtinës ka për obligim edhe ka për nder me ndat të titull, normalisht në pajtim me dispozitat e statutit dhe vendimin që na së. Jam një prej atyre që ato rrethona i komplet me dorë. Unë kom qenë në një fakultet ndërkombëtar dhe arkitekturë. Dhe e di që në 98, kur jemi shku gjesën e kanë shku objektin, por objekti ka qenë komplet i demolitur. Komplet. 3 dekanë kanë qenë aty dhe ka qenë përgjegjësi për arsimin ndjerja për Europë. Unë nuk e di dikush për ju sigurisht e ka prejnë ato objekte, në ato objekte unë jam vendos pastaj të gjithë studentët, dikush 700 studentë komplet të Universitetit të Prishtinës, dhe një dimën e kanë kaluar aty pa unë. Qatë të di që unë vetë kom qenë akter i asaj kohë, të në formëllet akter, kom qenë akter, por kom qenë që e di saksisht si ka ndodhe e qashe. Po qashe të marrëveshje nuk më kujtohet, nuk e di, të gjitha fakultetet ka qenë të vendosura, rektorati ka qenë i vendosur edhe ma të tje ka qenë në Klasën për të kaluarën, ka qenë dhënia të përmendur në këtë rast në klientët e tjera po një pa kriter propozimi i çmimit të thonë në restorancë. Unë preka në disa raste dhe sa ka diskutim në numër. Dhe ata pasoj marrëveshje, dhe ma dhe disa versione në gjuhë italiane nuk theksoi fare në pjesa marrëveshjes ndoshta që provuam, kështu që unë e përkrona idenë që ndërtojmë një kriter ose një standard që mos gabojmë të jepim një çmim tillë. Sepse do të ketë një personalitet shumë i madh fushë të këtu, po në njëherë kur slitet shumë, s'mund të argumentojmë. Qoftë në Kosovë, qoftë se në Universitetin e Prishtinës mund të ndodhë, s'pos paraqytojmë këtë rast, po që një në dikuj, edhe që është posibilitet të madh, po s'vjen është në marrë fare. Do të duhet shumë edhe pa një argument, pa kontestueshëm, një jetë çmimi. Ku që ne e kemi të qartë, pasi që të aprovohet rregulloria, shtyhet. Një kusha për shtyrjen e kësaj pike, pasi kompletuar rregulloria dhe procedurën tjera. Ka kundër abstenim, 20. Kalim të pika e 3 të renditës, shqiptimit dhe akademit të konziliorës të masa disiplinore dhe personelit akademik në tërgimit për mërëtim dhe qëllim të trusk u pas. Të qëtë jemi të informuar disa e kemë pasën këtë senat, këtë rregulluar, dhe se të rregulluarën, dhe natyrisht për shkak të natyrës rregulluarës nuk kemi arrit dhe tash ta kompletoj. Duke të mësuar se kjo rregulluar nuk ka ekzistuar fare, që do të thotë prap është një fakt që tregon për rëndësinë e saj, dhe tash pasi që disa komisione, pasi punë shumë të madhe kanë arrit që para nesh në ofrojnë një propozim rregulluar. Në duke të preparë komisionin që ka profesor Qerimi, ka qenë kujton, u kësha lutë sekretarin gjeneral që e të në jep shpjegim e nëndeshme dhe pastaj debatin lidhur me këtë propozim.
kaluar, ka qenë ndruar një komision, i cili ka punuar në draft rregullore, mirë ai draft është sjellë 2 herë para senatorëve dhe faktikisht nuk ka kaluar deri në tani. Ka propozuar një komision tjetër i cili do të harmonizonte propozimet e para të atij komisioni dhe disa juristë të fakultetit stafit akademik të fakultetit e Juridik. Dhe pastaj komisioni i ri ka përmbledh propozimet më të mira të mundshme të dy palëve, të komisionit të juridikut dhe komisionit që ka qenë membër nga Senati, duke analizuar gjithmonë ligjen mbi arsimin e lartë, kodin etik, statutin, ligjen mbi procedurën administrative dhe akte tjera nënligjore, për me mujtë me përmbledh sa më shumë një rregullore e cila do t'i përfshinte mbi bazën e asaj që është e përcaktuar në kodin etik. Normalisht ka qenë pak e vështirë me definu kompetencën e Këshillit Etikës dhe të një komisioni disiplinor në nivel të fakulteteve. Prandaj komisioni ka punu 2 ditë radhë dhe ka arritur të konkluzionin të cilin ju i keni marrë në materialin e Senatit. Në këtë rregullore është paraqit procedura paraqitja shkeljes disiplinore, organet kompetente, përbërja dhe subjektet e procedurës disiplinore, kriteret për paraqitjen e shkeljes së procedurës disiplinore, shkelje disiplinore, kompetencat e Këshillit Etikës dhe kompetencat e Komisionit Disiplinor, të cilat do të jenë në nivel të njësive akademike, pastaj masat për shkelje disiplinore, drejta ankesës dhe lloje të shkeljeve, shkelje lehtë, shkelje rënd, pa u shumë në detaj sepse sigurisht kërkon dhe kodi etikës plotësimet e veta në mënyrë që me harmonizu pastaj rregullohen. Ne s'kemi mujt me dalë jashtë asaj që është përcaktuar në kornizën e kodit etik. Prandaj komisioni fillimisht mendon se kjo është një kornizë për me inicu procedurën me fillu punën Këshillit Etikës dhe me vazhdim rast të cilat i ka në pritet tash të kësaj rrugë. Bashkë janë harmonizuar shtojcat apo formular të paraqitjen e shkeljeve dhe inicimin e procedurave të cilat janë mjaft të detajuara. Besoj që keni pas kohë me shikuar dhe sigurisht mund të jepë komente. Siç e vjen sipas ligjit 172, Senati vetëm i propozon rregulloren, ndërsa organi që në vendimin është miratimin e rregullores është Këshilli Drejtues. Prandaj në këtë rast kërkohet që të votohet si propozim, mandej Këshilli Drejtues natyrisht mund të jepë rekomandime të tjera apo edhe një para se të miratohet përfundimisht në Senat. Tash edhe një herë është bazuar mbi kodin e etikës, i cili është i mjaftuar dhe është i publikuar në webpaqen që nga viti 2013. Ekziston kodi i etikës për vendin e tij. Përndit sekretar, në qoftë se kemi nevojë për ndonjë vend, e kemi në ekran, rregullore. Kemi marrë të paradigmë që atë që di që kemi material. Në kisha debatin në kodin e etikës. Në një koment të nëse është për fjala përdorur arsyeshme apo jo, po në 1.5.5 në gjykimin e raportit, është më mirë të thuhet të vlerësimi apo gjykimi i raportit? Mendoj ndoshta do të ishte më mirë të vlerësimi i gjykimit. Është vetëm ide. Prandaj doktor, tek ne jemi 2 konfliktet për shkeljet e lehta, por këtu të rejni 4 ku paraqitet tek Këshilli Etikës. Unë mendoj që edhe dekani misisë akademike si mas funksioni ka drejt i paraqet Këshillit Etikës rastet drejt për drejt Këshillit Etikës. Pse? Për arsye se nuk është mirë të lihet kjo vetëm rana të Komisionit Disiplinor, për arsye që ka mundësi të mbrana Këshillit për shembull fakultetit ketë në një situatë, në një pozicion cili nuk mund të trajtohet në mënyrë korrekte dhe për ata është më mirë edhe dekani nga funksioni të drejtohet të paraqet rastin kur konsideron që është pavarësisht të shkeljes lehta apo të rënda. Ndërsa te pika 4 tek A-ja mund të jetë para A-s që shënuar dekani misisë akademike, Këshilli Misisë Akademike,
e kështu me radhë. E lini 4. E lini 4 shtohet që rastin drejt për drejt qëtë të pikës mund të iniciorë dekanin, si mas Ako lini 2 pika 4, ndërsa tek komplet të pika D, çdo fal tjetër e interesuar, ashtu siç e përcakton kodi etikës. Po, për falët e interesuara duhet t'i drejtohen tyne persona përgjegjës që janë, as se këta nuk e iniciojnë, atër fala drejt për drejt ta inicion. Për faktin që mos ketë, për shembull, diçka që është jashtë informacione, kur ka të bëjë me ndonjë shkelje, për shembull njësia akademike të mos e di, do të thonë parapraktikisht ketë informacion. Ata janë thirrur që ta drejtojnë ankesën edhe në bazë, po edhe në nivel qendror, ndërsa niveli qendror ta monitorohet çish po trajtohet në nivel bazës kjo çështje. Dhe tek pika e nemi 6 masat për shkelje disiplinore, që në pika 2 masat të shkuese drejti me gurreti me shkel, ndalese me ditjes, unë mendoj që këto masat shkelje janë shumë papërfillshme, do të shumë ndalesa me ditjes. Çka do të ndodhë nëse ai ka mungu për shembull 2 ditë, 3 ditë, a është e mjaftueshme vetëm ndalesa me ditjes? Trajtohet ndryshe, trajtohet Unë mendoj që këto mosat e lehta i keni bën shumë sipërfaqësore, nuk e di në fillim kanë qenë duke pak më të përndryshe këto si vrejtje, fëmijat janë edhe një çështje që te drafti parë ka qenë për shtrim, për shumë, ndërsa për i dyti nuk është, ka të bëjë me çështjet e studentëve. Ne mund ta miratojmë sot këtë, por aneksi edhe për trajtimin e masave disiplinore ndaj studentëve duhet të jetë ose rregullore veçantë ose shtesë kësaj. Sepse ne nuk kemi shkelje disiplinore vetëm nga ana e mësimdhënësve, por edhe nga ana e studentëve. Tash ne kemi vendime që statuti thotë që merr vendim senati, por kështu nuk e kemi rregullore. Kështu do të trajtojmë rastet e shkeljes së Fakultetet i kanë rregulluar të veta. Po ajo është, po tash këtu kjo rregullore po thotë në kur hyn fuqi kjo, pushojnë se ekzistuari ato. Ndërsa këtu nuk është e parapranuar që është studentëve. Prandaj unë jam dakord që ta miratojmë këtë tash, por mbetet që aneksi tjetër t'i bëhet për çështjet e studentëve. Jo, aneks është rregullore veçantë. Sipas vendit 23 pika 1 paragrafi 1.6, alinea 1.6 pikë 1 e parashes se mosat disiplinore për personelin akademik dhe studentët të miratojnë dhe vizjet në këshillit drejtues. Nuk ka të bëjë me senatin. Senati e ka vetëm për personel të konsuar në akademik në universitetin. Prandaj kjo është rregull, është iniciuar procedura edhe në këshill për fillimin e hartimit rregullor për administratën dhe për studentët e universitetit. Në linjën 6 të masat disiplinore janë vendos të gjitha në një pjesë, pika 1, paragrafin 1 pak. Mendoj se ka qenë versioni paraprak më mirë se në ndonë masat e lehta dhe të rënda. Ajo ka pas parasysh situatën përputhje me ligjin e marrëdhënies punës, për shkak se kur është masë e lehtë shkohet në disa masë që merren sipas ligjit të punës. Kur është masë e rëndë shkohet në suspendim të mendihershëm. Mendoj se palët në këtë rast duhet ta dinë kur është shkelje lehtë dhe kur është shkelje e rëndë. Mendoj se mungon në versionin paraprak ka qenë më nda më mirë edhe ka qenë në raport me ligjin e marrëdhënies punës. Nëse prandaj atë ta kemi parasysh këtë, Nisë pa një shpjegim se unë kom bërë a komisionin. Shkelje rënda për shkelje rejtë, vetëm për shkohën në kod të etikës, edhe atje në kod të etikës thuhet që në rregullore nuk mund të definohen shkelje tjera, përpos që rregullore vetëm duhet të definojnë procedura si të veprohet. Prandaj konstatimi çka shkelje rejtë, çka shkelje rëndë vetëm të rregullohet në kod të etikës, edhe këtë kod etikës duhet të
shkojnë në rishërtim një herë pasi të aprovohet me rregullore, në mënyrë që të konstituohet Këshilli Etikës edhe ai pastaj intervendim për riformulim të kodit. Kjo ka qenë arsyeja. Se bën ndryshime të në kod e ligjit diçka tjetër. Ashtu ka qenë. Nëse shef ishte në tre, e këti njemi, ekip ndame, masat dëshkuese për shkeljet e leta dhe të rënda ku numërohen taksativisht dhe të pikat e masikurit të paragrafit. Numërohen, por duhet me qenë ndame. Teknikisht duhet me qenë ndame. Masa leta kjo, masa rënda kjo. Marrin parasysh instrumentet dhe i latë. Gjemi është Më duket e kjo temeli 2, paraqitja shkeljeve disiplinore, çdo shkelje e dyshuar ose supozuar duhet të paraqitet e tjerë. Ndoshta është dashur me precizu mënyrën çështë paraqitet. Unë po mendoj ndoshta me pason çdo shkelje e dyshuar ose supozuar dhe e cila përcillet me të dhëna konkrete të paraqitura në shkeljë. Gjithë procesin të shkruar. Edhe kam edhe një sugjerim në të vërtetë gjithë. Neli 3.1 edhe neli 5.4 nëse të shqyqojnë mënyrën se si paraqitja në shkeljet e supozuara disiplinore, pika 1.1, 1.2, 1.3 edhe pika 4.1, 4.2, 4.3 po thuj se 90% të tekstit është i njëjtë. Do të thotë që dash me gjeni modul tjetër formulimin në mënyrë që mos do të justifikoj përmbajtja gati e njëjtë tekstuale. Si do të për senë e njëjtë është për përmbajtje e njëjtë. Nimi 3 flet për shkeljet disiplinore, si trajton komisioni disiplinor në nivel të njësisë akademike, ose nimi 5 flet për shkeljet të rënda, të cilët i trajton Këshilli Etikës. Por është procedura e njëjtë Procedura s'mundet me çfarë ndryshme. Procedura paraqitjes procedura të përshkruan identikisht njëjtë. Nëse duhet të duhet të është e njëjtë edhe për Këshillin e fakultetit, komisionin e fakultetit, edhe për Këshillin e Etikës. Juridikisht po mendoj mu klasifikimi shkeljes është ndryshe. Kuptoj që është për dy instancat të ndryshme. Nuk po shoh vetë që ai nuk është për dhe një pozicion, do të vjen edhe për komisionin disiplinor të fakultetit, edhe për Këshillin e Etikës në mënyrë njëjtë. Jo, sepse është e tepër se ka specifika të tjera. Kur shkeljet e lehta i trajton komisionin disiplinor, derisa është përmbajtja e një verifikimi të vlen edhe për këtë shkallë dhe për këtë shkallë. E kam për aspektin që të redundanca gjësohet të eliminohen të duket e tepër, megjithatë jemi do të mundë të ka. Megjithatë, lexojmë me kujdes tekstin pa ndryshime. Jo, sepse shpjegon procedurën vetëm sinonimin pa ndryshime. Që mund të lexojmë 1.1, 1.2, 1.3 e ka të një. Unë vetëm dësha të shkak shpesh kemi të takullime me rregullore. Prandaj është momenti i fundit që ne ta procesojmë. Të gjitha dokumentet tona, sikur se senati që është dinamik, aty ku të kemi pengesa, nuk ndryshojnë. Nuk ka asgjë për kryer. Prandaj, nëse na ndalin kamerën të me gjithmonë ka diçka dhe kur s'kemi kryer. Prandaj sot na duhet, nëse kemi këtë mundësi, nëse këshilli drejtues duhet ta ndërtoj. Unë me dërguar atje në brejti që vërtet është substanciale, edhe këshilli drejtues ndryshon. Mendoj që nëse nuk do të bëjmë të një ndryshim për pas në një shprehje që është ma një fuqisht e përsiljes. Unë mendoj se sot duhet me miraku se është edhe kana duhet njësia akademike kjo, një procedurë lanë që kemi në disa çështje. Në qenë se formën përfundimtare merr Këshilli Drejtues, ne mund ta dërgojmë me këto vrejtje të marrë dikush transkript atyre që mund të jenë, dhe pastaj Këshilli Drejtues i implementon edhe këto, edhe sot duhet me kalu këtë. Mendoj, ne jemi me kalu këtë. Tash unë atë pundim se përcoj. Mendoj që jemi në momentin që votojmë. Kush është që kjo rregullore të përfituohet në Këshill Drejtues? A ka kundër abstenim? Mizër, kundër Këshill. Kalojmë të pika e kopët të renditës, shqipim raportet, raportet proces verbalit testit, forit arsimit të kandidatit, kandidatën asistenta i të buza për ekstrem në doktorat në përshëndime departamentit të kimisë. Ne kemi pas këtë rast, kandidatja asistenta është në kup, e kësha lukë të përkojnë me fakultetin e shkenca që të na jep informata, shtesë të na jep informacion
pastaj ne të debatojmë në radhë. Kandidatja Petrangit që kanë duhe 0.3 ma pas të saj fundit, 8 vete kemi lidhë, ka që në nantit, ne kemi provuar në banë një tjede me arritë numërin një këto kemi pas përcimin e pas ministrisë, pas senatit. Në gjitha ta të është atë temë të ekipit në fakultetin e mjekësisë, në gjitha ta e studentëve e jo. Që nëse ka mundësi, nuk prish punë kur jetë numëri për një. Përse të drejtë e basenarit, nga kemi në shumë. Që me kemi propozimin e të kontë në hapi, debatin lidhë me këtë propozim, a ka kush? Ka shimiste, Nuk ka tërkush është për propozimin e Uzbekanit, kundër abstenim, 20. Ka ndërë të pika e 5 të renditës, shërbimi i vendimeve të inspektoratit në disa kandidatë e ndryshuar të të angazhuar në fakultetin e drejtësisë dhe të drejtësisë në fakultetin e arteve dhe kërkoj nga dekani i drejtësisë për shpjegime në rastin. Ndoshta apelizëm vendimin sekretar që shkojnë, sepse këtë vendimin inspektoratit është organizuar. Në lidhje me ankesat e dy kandidatëve që kanë parashkruar kartën e inspektoratit punës, kemi zhvojnë me ankesën e Arbel Sinanit dhe ankesën e Sad Dehanit, cilë kanë kontrolluar në dy landë ndryshme dhe kanë pasur kundër kandidatë të tjerë. Si që leni propozimit i Këshillit Fakultetit dhe Komisioneve Recenzuese të ardhur për këta dy, për të pas parasysh që është shkel një pikë e statutit ku përcaktohet kriteri i mosh, Senati ka përzgjedhur kandidatë të tjerë, cilë vetë inspektorati ka konfirmuar që i plotësojnë kushtet dhe janë vënë në statutit mirë, po thotë me qenë se ata kanë qenë të angazhuar edhe më herë dhe kanë një përvojë, kërkojnë që të anullohen kontratat e punës për ata që kanë qenë Senati dhe të rikthehet çështja në shqyrtim në Senat për të marrë vendim për kandidatët e fjalë. Natyrisht ne kemi ankimin dhe jemi duke vazhduar procedurën me tutje për me padit në gjykatë edhe inspektoratin, i cili shohet në vlerësimet të kandidatëve të çështjes punimeve shkencore që nuk kërkohen këtë rast për asistentët dhe jep versione të tilla të cilat bindeshën edhe me qëndrimin e Senatit, por edhe me statutin e Universitetit Bishkek, sepse ne, siç e dini, e kemi konsideruar që angazhimi nuk është themelim i marrëdhënies së rregullt punës, por është angazhim sezonal që bëhet për periudhë 3 mujore dhe sipas ligjit punës e kam sqaruar edhe në përgjigjen që i kam dhënë inspektorët, çdo shkëputje e marrëdhënies punës mbi 45 ditë konsiderohet ndërprerje e marrëdhënies punës dhe çdo rikonkurim konsiderohet konkurim i ri për herë të parë. Zgjedhja e rregullt që trajton ai si zgjedhje të rregullt të angazhimit është absolutisht pa përfillshme nga ana e tij sqarimi jon, edhe për kundër asaj që vetë po kanë inspektorët nuk e kuptoj procedurën në universitet, mirë po ka marrë vendimin të cilën nëse ne se zbatojmë faktikisht kanë të drejtë me xhobit universitetin dhe me xhobit menaxhmentin. Ne duam të vinë këtë situatë, prandaj si Senat mund të merrni vendim me këtë çështje, në anullu kontratën e atyre që janë më herë dhe të çështja në rishqyrtim në mësim akademike. Po vërtet këtu po na shkaktojnë probleme sepse tash jemi gati në fund të vitit akademik dhe procedura e rishqyrtimit rizgjedhjes mund të zgjat deri në përfundim të semestrit dhe studentët presin pa asistent dhe pa ushtrim. Shumë dekada kemi shtuar. Doktor, problemi i stafit të angazhuar për fakultetin tonë është shumë i madh për arsye se e kam përmendur edhe më herët që vetëm një tretës e stafit e kemi të rregullt, 2/3 në angazhime. Për tyre 46 janë jashtë UP-s, 21 janë
Nëna opozitëve vetëm 40 janë të staf i rregullt të kvalitetit. Prej 26 pozita që janë angazhuar, ne kemi pas disa ankesa. Tash u përmendte anës sekretarit që Këshilli edhe Komisioni ka vetëm duhet ta shëroj se ka qenë praktik më herët që për ta të angazhuar është shkuar në atë sistem. Ndërkohë, është ka situata, ndoshta është mirë për Senatin vetëm të njoftojnë për rastin për shembull, njëri rast është shku. Është Esad Behrami, është 35 vjeçar, notën mesatare ka 8.1 dhe 9.50. Kandidati tjetër që është zgjedhur për Senatin është Danit Kastrati, është 27 vjeç, 8.96 dhe 9.94. Domethënë, Senati ka vendosur për Danit Kastratin që është në përputhje me statutin që ne kemi menduar që merret për parësi tjetër, por në Senat na është dhënë ky sugjerim edhe ne si komitet kemi pranuar se duhet të respektohet statuti. Tash kriteri që nuk di a është rregull ajo, mund të ketë interpretime ndryshme, jo shkelje tek atë por në statut ekziston një nen, që ne është Çështja e moshës dekane është çështje që mund ta ngrihet dikush në gjykatë kushtetuese. Edhe rasti tjetër, domethënë është 38 vjeç. Ky që e ka propozuar inspektorati, është zgjedhur një kandidat që është 28 vjeç me notë mesatare të tillë, edhe por ky kandidati ka dhe për me qenë korrekt ka dhe deklaratën të zështuar për 38 vjeçar. Kjo është situata vetëm për informim të Senatit për rastin për detajet si është çështja. Komisarin dekan të çarut me vend të Senatit. Kandidatët që zgjedhen edhe të rregullt në veterinari, a zgjedhen vetëm nëse e kanë të kryer fakultetin, dhe nuk kërkohen masteri për shkak se kanë 5 vite ose ekuivalent me 300 vite. Unë e kam edhe kolegun ty që është për departamentin e veterinës, por është fjala për studentët e veterinës i kanë numrin e kredive të barabartë me masterin. Edhe ta kanë studime 5 vjeçare dhe para ligjit janë të barabartë me nivel master. Dhe këta shkojnë direkt në studimet e doktoratës për arsye se kanë numrin e kredive të mjaftueshëm 220 kredi sa është numri për i nevojshëm për master. 300 kredi, falni se kemi thënë. 300 kredi sa është numri i nevojshëm për master. Kjo është e përfshime mjekësia veterinare të bashku me mjekësinë e përgjithshme, domethënë është edhe statutare që studimet 5 vjeçare janë ekuivalente me një domethënë nivel master. Këtë rast domethënë te kaloi numrin e 300 kredive, kështu që studentët e mjekësisë veterinare shkojnë drejt në doktoraturë edhe në këtë rast në kuadër të konkursit cilin ka qenë, ata të diplomuarit kanë qenë ekuivalent me një master. Po referohem shkresës, inspektor që e ka ndërgu, faqe 4, në të shkresa që e ka ndërgu, dhe ata thirrën gabinesht më nërmendje në pikën që nuk është respektu gjoja konkursit. Thot pika 4 e konkursit ku thot, tojza, UP gjatë përzgjedhjes së stafit për angazhim në mesëmdhënie, ligjërata, përparësi do t'i jep kandidatëve që më parë kanë pasur një thirrje në UP. Është dashur me vot të qartë atyre se Universiteti i Prishtinës nuk jep thirrje për kandidatët që angazhohen. Po të japim thirrje për kandidatë që angazhohen, do të thotë është komplet thyrje statutit dhe na jena të shku me shkatru komplet Universitetin e Prishtinës. Do të thotë secili që vjen të më majtë mësim, që me angazhim mundet me qenë edhe një kategori e cila edhe nështë nuk i plotëson kriteret e statutit, ta marrim në disa drejtime specifike që mungesë e kuadrë, dhe ai angazhohet për shembull nështë vetëm me bachelor, për një student dhe na do të thotë jena të dhënë thirrje atina që kur dëna e përdor për më thirrje, më thonë unë kam pas kontratë të rregullt, kam pas thirrje në universitet. Sipas rregullit, edhe sipas të respektimit të statutit, Universiteti i Prishtinës, kandidatët që e angazhon
për ushtrime nuk morën thirrje të asistentit, por ata angazhohen për mbajtje të orëve të ushtrimeve. Kandidatët që angazhohen për mbajtje të ligjëratave nuk morën thirrje të profesorit asistent, as profesorit asistent, as profesorit rregull, ata morën kontratën për mbajtje të ligjëratave dhe nuk ushtrime. Kaq kam. Do thotë ky merr vlen për kategorinë e ligjëruesve që angazhohen, po jo për asistencën se ligjërata dhe ushtrimet kanë diferencë shumë të madhe. Prandaj thirret gabimisht inspektori, edhe arsyetimi i tij është mjaft banal me kanë këtë rast. Unë nuk më e votu diçka që është kundër statutit. Le ta sqarojnë ata, nëse është konform statutit, unë e votoj. Çfarë rasti kemi sa të dëshirojmë? Në gjitha vendimet, rekomandimet, cilat na bëjnë për inspektorit arsimit, për inspektoratit ka ndërhyrën çështje të cilat nuk janë kompetente, në cilat ka gabime shumë të shumta, po ky vendim është fundamental. Komplet arsyetimin me dy rreshta që ka dhënë inspektori. Unë nuk e votu diçka që kundër statutit, të kërkuar. Inspektori thotë, Tefik Jashari në këtë pozitë është bërë, është zgjedhur në kundërshtim me dispozitën e 178 të statutit, sepse kandidati nuk posedon kualifikimin e nivelit master, ndërsa ka 300 kredi, është me 5 vjeçar. Këtë e ka marrë si argument që me refuzu. 300 kredi jo ose këto. E kemi shpjeguar dhe kanë nuk marrën vesh. Atë duhet mja. Unë mendoj do të drejtar. Edhe sekretar. Në dorë të drejtorin me shkresë Ministrisë së Arsimit, sepse këto dy inspektorata nuk korrespondojnë njëra me tjetrën. Inspektorati i Arsimit dhe inspektorati i Punës kanë konflikt kompetencash, edhe unë mendoj se me nenin 4 të ligjit të inspektoratit të arsimit. Inspektorati i Arsimit i ka gjitha kompetencat e dokumentacionit të vlerësimit të ligjshmërisë sipas statutit dhe ligjit të arsimit të lartë. Është precizivisht të thënë. Inspektorati i Punës ka kompetenca për shkeljen e drejtave dhe detyrave në punë. Pasi të filluar marrëdhënie punës. Pasi të themelon. Dhe ne çdo herë vim na ndërhyjnë në procedura, ndoshta edhe pa njoh ligjin asaj njohim ne, ndoshta. Prandaj, unë mendoj se duhet me një shkresë me sqaruar kompetencat, me sqaruar kompetencat e dy inspektoratëve në cilën fazë një inspektorat mund të ndërhyjë, në cilën mund të ndërhyjë tjetri. As mund të me ankimu prapë vendimi kemi pas disa takime, jo vetëm një, disa. Edhe me kryeministër të dy ministrive, edhe me vetë inspektor, edhe me ministrin e arsimit, është të punë. Do të prapë ndërhyjë, edhe në shohën besim ky punim është më i mirë se ai tjetri, ndërsa ata janë në fakultete ose të kimisë ose fizikës, do të shohën çështje ligjore që nuk janë thirrur për me ose kanë shkruar vetë fakultete. Inspektorati i Arsimit duhet të trajtojë a ekziston kjo lëndë në çan programin mësimor dhe është respektuar si kriteri i tij. Inspektori i Punës a janë zhvilluar procedurat në rregull vetëm në bazë të dokumentacioneve, mos është shkruar një dokument pas mbylljes konkursit apo ngjashme, por në shohën në vlerësime të cilat ne vërtet po na shkaktojnë të lashe, jemi filluar 4 herë procedurat janë anketim, kthejmë përgjigje, anketim shkallë tjetër. Këto raste tash jemi në finale. As kemi të drejtë me padit me konflikt administrativ në gjykatë, që zgjat me vite, ndërkohë mësimi përfundon me të jetën e majtë. Drejtor, është evidente që disa raportet inspektoratit, qoftë arsimit, qoftë punës, disa vinë bazume, disa në vinë bazume. Propozoj që rektor të rritni kapacitetet në aspektin juridik të zyre rektorit në staf shtesë, se këto janë shumë lanë të mëdha dhe drejtë me thonë, ne u marrë me secilin këtu është çështje shumë e rëndë dhe vendimet që i merr Senati, posaçërisht për këto kategoritë të angazhuarve, ne nuk mund të bëjmë ato sepse krijojmë një precedent tjetër që pala tash që ka krijuar marrëdhënie pa ditë në gjyq dhe të na shkaktojë probleme edhe fakulteteve dhe prandaj afatet e ankesave, afatet e gjitha këto do të respektohen dhe të kalohen nga çdo procedurë prej nisjes akademike në universitet kështu me radhë, nëse zgjen mbështetje i ndjek gjitha procedurat deri në gjykatë. Por dua të flasë, po e lexoj këtu te ky çështja e Gani Kastradit që e përmendi. U tha që në raport të
inspektoratit po thotë që kandidati Esat Beroni ka përvojë punën nuk gjithsej 8 vjet dhe ky tani ka stati, edhe pse ka moshën, është propozuar. Është duke e tani par njëre që nuk janë thirrje asistenti angazhuar kur krijohet dhe votohet në këtë senat, ai është asistenti angazhuar, sepse ka qenë 3 muaj asistenti angazhuar. Po ju e kryt prof sa dush, po ti nuk mundesh me mohu ata se i ke lëshu vendin. S'kin statut, po i ke lëshu vendin. Asistenti angazhuar. Dhe në dispozita e cila thot që kur zgjidhet për herë të parë, duhet jetë në moshën 30 vjeç, dhe kur zgjidhet hera tjera nuk do të thotë që kërkohet ajo. Me sa po e shoh, pala është mbështet këtë që thot kandidati tjetër ka 8 vjet provoj punën nuk bërë. Dhe nëse ky 8 vjet i ka pas është angazhuar ndonjëherë para moshës 30 vjet, atëherë nuk është këtë dispozite që ndryshme që ti mundesh me refuzu një kandidat. Prandaj këtu keni kujdes se vendimet e inspektoratit punës munden me ju paditë dhe financiarisht. Analizojnë më mirë, une nuk jam që t'i anullojmë atë vendim që është marrë, por nëse ka la drejt, atëherë ka ndëshkime këtë drejtim. Prandaj du të analizohen më mirë këto para se të merren vendime. Praktikisht, një aspekt është shumë i qartë, që një du të pas diskutim. Vendimit e senat mund të ndryshohen, eventualisht, qoftë se është bën një gabim në raport me kriteret e statutit. Qoftë se kemi vendosur në pajtim me ato që kërkohet në statut, ne s'mund të ndryshojmë vendimin, në këtë rast. Kjo është shumë e thjeshtë. Problem tjetër që sjell edhe institucionet tjera, apo në rast për Ministerin e Trishtimit, janë këto interpretimet që i bojnë inspektoratit. Do thotë që të shohen interpretimet që nuk qëndrojnë. Kuptimin e predispozitave të përgjithshme, e tjera që ka pas marrëdhënie, s'ka pas marrëdhënie. Ne mund ta ndryshojmë pa vetëm qoftë se na gabim që është bën një gabim raport me statutin. Është respektuar statuti, ne s'mund ta ndryshojmë vazhdojmë procedura. Një problem i këtij në procedurë administrative, edhe procedurë gjykatëse. Mund të pyesni sidomos eventualisht avokatët që kanë punë me kompani të ndryshme, jashtë jo private. Është një vetë i vend. Së në Evropë, ndoshta. Ose te detajet se kemi analizuar, ndoshta, po spritet faktën që gjykata dhe inspektorati kërkojnë hapjen e datës së punës. Edhe shohim interpretime do të thotë që duhet të. Se më shumë është favor konsiderat, unë jam për mi trajtu me dignitet. Ata që kanë qenë angazhuar se çfarë do raporti kanë në rishpejt. O edhe të kanë duhet marrin masa që komisionit recenzuese na qartësojnë pse kanë propozuar. Në qoftë se në ndryshim me statutin, s'mund kemi konsiderate, përkundër respektit që statutit që na angazhuar. Që vazhdo procedura për vendimin e unë i dhash sharimet në fillim korrekt edhe pesë pari të se më drejtues shumë. Pasuja se kanë unë e parë është se ne jemi situatë që tash në aty të mujë du të një njësë pak më marë me 26 pozita tjera, ajo që është shumë e nevojshme është nga bëhat mundësia për me hap vendet, me të mësu njerëzit rregull, se vërtet kjo as shumë ka marrë energji muaj gjatë këtij viti sa që ndoshta shumicën e kohës. Edhe duhet zgjedhë ky problem se vërtet jemi në situatë që kemi vështirë në funksionim me këtë gjendje që kemi në Evropë. Pse është shkruar kjo, ka qenë unë e kam përmend në Senat, ka ekzistuar ky konfuzion që po përmendet këtu edhe në fshim. A duhet me llogarit kur është angazhuar në parë, a kur ashtu ka qenë edhe një çështje tjetër se kemi të bëjmë me lanë klinike që kena menduar se ashtetat që janë aty është ma letë se kanë i përvojnë punë klinike, kemi bëjmë me klinikën veterinare dhe ky ka qenë ai motivi që e ka shtyr edhe Këshillin edhe domethënë ajo arsyeja por është interpretuar këtu në Senat që nuk është përcikën në statutin atëherë edhe
Edhe unë këtë fjallë, rektor, a bashkë, edhe përpendjes për banes, po, a ma fjallë. Shumë ishtë propozën, mësë nga një elaborë. Ja, vendose kornizë. Qështjet e se sa kuna vin inspektor... Vazhdojmë me debatën, të zërë në fashi fundit, ashtë të vazhdojmë me debatën. Mund të jeki do, po e kam një mendim të meqë. Edhe... Në qëse, kohën e fundit po marim shumë ankesa nga inspektorat, shkresa nga inspektorat, të ndryshme, do të jemi të vërshuar. Unë i thëmë që unë nuk jam i specializuar ta njohë, tërsisht ato vendimet të cilët në e sillin e inspektoratët që po na vijnë shpeshherë në kundërshtim me statutin e universitetit. Kapacitetet ne si senat ndonjëherë po marrin vendime, por vendimet mund të janë ndonjëherë edhe në ngajtje për shkak të mungesës së plot informacionit, njohurive dhe gjërave të tjera. Kur i shohim se sa letra, se sa na kanë ardhur nga inspektorati, ne duhet të ndalem të bëjmë një grup të njerëzve me për fakultete njësi akademike më marë vetëm ankesa të inspektorat. Prandaj e mbështes idenë që të formohet, që të zhvillohet zyra ligjore, ato që e kemi kërku urgjentisht, të bisedohet, të rriten kapacitetet që ne, kur na vjen propozimi në senat të vjen çdo gjë i detalizuar dhe votimet tona mos të janë në lajthitje në rastet të caktuara. Prandaj në kjo pjesa po. Pjesa dytë, ne jemi në përfundim të semestrit. Ata mund të gjobitin në bajshë me shnet të gjobitin ty, une nuk e vota. Në vita është një informat, në të një të kërku me kompletu zyre. Gjithë tim se kemi vetëm 2 zyrtarë, një qërë që së gëzoj me qërë sekretarin generali, cili mirët me zëgjo, e një zyrtari cili dhe në përpastar. Në anën tjetër, ka pëthuj 11 muaj, që kemë fillu procedurën, me i punësu gjatë vetë edhe sot e kësaj ditës ka përfundu. Aqë shumë kemi pengesa, aqë shumë kemi pengesa për gjitha natyra, për të gjitha amare. Rektorati është një për shumë, për çdo kuj që i bje nërmena se gjeni lidhje, me arsye se pashtu, firme në qashtje akademike, profesionale, cilat na kemi vështirë me dhonë mendimin meritor. Ndër nuk është pa i menagjementit për pengesa që në trajton. Dikoni ekonomik, pastaj dikoni Fale që për një dytë po marrë, po vërtet është shkresë e cila sfari nuk jam kompetent për me referu dokumentet e tilla. E dyta është ndërhyrje drejt për drejt në autonominë e universitetit dhe vendimeve të senatit. Dhe e treta është ftesë e pastër me thy statutin. Në faqe 4 me tutje shkruan, krejt shkresa është kundërthense. Thot, kandidatin nga viti 2012 ka punu dhe edhe pse nuk i ka plotësu kushtet do të thotë. Tash vazhdoni ju jepi kontratën edhe pse nuk i plotëson kushtet. Kjo nuk kupton që nëse na këtë vit nuk kena si të veprojmë dhe kena nevojën e domosdoshme studentëve që ju dërgojmë asistent apo ligjërues i cili si plotëson kushtet. Ai tash ka me mbet për herë angazhu dhe vitin e ardhshëm kur vjen dikush që i plotëson kushtet zvan. Edhe pse na shtaj thën statutin. Ftesa që me vazhdu tutje me të njëjtën kur dihet që edhe në 2012 të kuptoj statutin për shembull, unë mendoj që këta janë të ftuar për me thy statutin. Le të japin dëshmi që nuk është kështu, e votojnë për ndryshim. Bindja ime është që këta janë të thonë me thy statutin. Kaq. Unë them që është një kërkesë urgjente e formimit të komisionit statutar. Me statut parashihet komisioni statutar dhe nuk e di pse deri tash të kemi kryer këtë punë. Ndërzomi propozimin, ajo është organ kompetent që bën interpretime, mëse në bën interpretime tani, edhe ai e sjell dokumentacionin bashkë me sekretarin e zyrën ligjore për përgatit planin. Është për ata me statut komisionit statutar. Ky është propozim që dërgohet të formohet ai komision. Nuk shalu, mos në tenim ato duhe, me e një propozimi konkret, dimami që është pa mundën një lektor, se një menagement, se një staf ka që dobi një shumë qëra. Mos jetë e shumë në tonë duhe, për në shumë. Pacarësie ka për momentin, dhe më kanë duhet me nga dërgu është zyra ligjore, a me kuptan angazhimi në zhjërë. Qëndran ajo shka do thotë, dhe ka një përgojë. Nëse qëndran ajo që a i zhjërë
angazhuar pajtim në statutin, po sot nuk i plotson. Konkursi është sot. Ai njerëz angazhimi, zgjedhja e to ka kemi thënë. Se unë për vetë jam artistësh zgjedhur, jam angazhuar. Unë s'e kuptoj, unë jam në Dhe tash ka më të ugë. Nëmi të dhëmë të sajimit cilat ja përvodhën dhe inspektorit. Dhe më shkrim. Zjerja, angazhimi nuk është themelim marrëdhënies punës. Ju e dini që 80% të tyre janë për ministri në për punë të tjera, këto e kanë do të punë 4 ose 5 ose më gjatë. Ma shumë. Prandaj, jo, për shumë kontratë marrëdhënie punë. Këta të angazhuar nuk kanë të drejtë shfrytëzim pushimi, nuk kanë të drejtë, nuk i llogaritet në pagë përvoja punës, në pagu 0.5% që i pagës, dhe sipas neni 12 të ligjit punës, thot të vazhdimi punësimit të punësuet nuk konsiderohet si ndërprerje e marrëdhënies së punës në rastet e më poshtme. Ndërgjegjen element. Vazhdimi punësimit nga i punësuar nuk konsiderohet si ndërprerje nga intervali kohor prej përfundimit të punësimit deri në rifundimin e sërishëm të punësimit që nuk kalon intervalin kohor më shumë se 45 ditë. Këta i ka 120 ditë minimumi ndërprerje prej muajit maj deri në 1 tetor. Prandaj nuk është themelim marrëdhënies punës, ka shkutje mbi 45 ditë. Ju dini edhe 80 asistentë asilancër në fakultetin e mjekësisë nuk kanë mundur as me fituar rastin në gjykatë, sepse pas largimit kanë doktoruar dhe s'kanë mundë më këty, sepse kanë kaluar moshën sipas këtij statuti. A është e drejtë apo s'është e drejtë çështja e moshës, si po thirrën diskriminim, dhe ta kontestojnë statutin në gjykatë kushtetuese, sepse kur ende ka miratur, ne jemi të obliguar zgjat. Ne kemi qartë, angazhimi nuk që angazhjedhje. Ai ka konkuruar jo vetë për herë parë, ka kaluar moshën e kundërshtuar me statutin. Dhe tash, unë po duke dalë në propozim konkret. Nëse inspektorati na ka para aktëtyr që nëse nuk e fillojnë procedurën e fillimit, dënohet menaxhmenti. Ai këtë senat me dënu menaxhmentin, a më marrë një vendim pajtim me rekomandimet e tyre pa aty statutin për thonë na prapë ta trajtojnë me titull po. Nuk e di që mund dali kësaj. Ja, unë ti gjithmonë e ki. Se kam një thonë. Si më dënoft, kam të dënuar institucionin, kam pas më të kam. Problemi nëse na nuk e miratojnë të propozimin e vendimin e inspektoratit, a dënohet dikush? Shtyria e ekzekutimit nuk është shtyria. Shtyria e ankinimit nuk është shtyria e ekzekutimit. Gjoba mund të marrë 5.000 euro për institucionin, 2.000 euro për rektorin. Që 2.000 euro? Unë e votoj kundër, ne mira. Sa marrë prej pronaristë universitetit edhe prej pronaristë. Ai se rektori ka kalumi ka pagu 600.000 euro, ose po jam i... Jo të pyetje? Në fakt, si po e kuptoj, vërtet i pas një punë tepër vështirë. Me respektu statutin, dënohesh. Mos me respektu statutin, prapë dënohesh. Çka më vepru? Sinqerisht ju pyes. Dërgoni më shkrim thuj kur duhet me respektu statutin, kur nuk duhet me respektu statutin, ta dim. Vjen në shkrim prej ministrisë, prej inspektorëve thonë, tash thënë statutin na pëthejmë. Pasi kemi fillu me respektu statutin, shkojmë me statutin. Edhe paguqin, edhe... Pasi kemi fillu me menaxhment, ku e respektu statutin, çfarë do pasoje që merrin, qofse na, qofte asi, unë mendoj që duhet ta respektoj tërësisht statutin, pavarësisht vendimit të inspektorit. Pavarësisht. Pasi kemi fillu, s'po dojmë me shkojmë në të gjitha segmentet me respektu. Pavarësisht vendimit. Okej, atër mos bash tolerancë. Ndërsa këtu, në gjeni me praktikë, që atë në vista dim që kemi të votu, nuk ka problem ashtë parlamentarë në i pagus. Si dam që të koni drejtë. Aj, drejtë, doka pa mu, që shtu paguni. E pak e maksum, që që një që përdam, e fëqia këti senat, jarë që në dinamike, debatojnë, ka njerë, edhe me shveton, me lgu me ka njerë, ma hi, e ka bërë. Nëse na jetë në emnë statutit, dhe nuk e miratojnë propozimin e inspektoratit, a mujnë me gjykat me aty pare,
institucionit edhe Kjo çështje është diskutuar edhe me sekretari, po edhe prorektorët po thonë trajtohet një. Ndërsa kur po vjen po thotë te kontinuiteti provues së marrjes punës së ndërprerkat atë 5 ditë nuk trajtohet një. Ju vendosni konkurse si për kategori të rregullt si të angazhuar. Se po thoni këtë ligjin e punës, shërbys profesor të universitetit në Cilmas nuk trajtohet si shërbys civil. Tu ka konflikt. Nëse trajton inspektoratit duke bazuar ligjin e punës, këtu ka konflikte mes dispozitave. Prandaj çështjen e të angazhuarve ju duhet me zgjedh me këto institucione. Se nuk mundemi ne për një pozitë, për shembull 2 orë që ka me marrë një semestër, një mësimdhënës ose një asistent, merrni me 10 ambledhje të senatit, se kjo po bjen më mirë mos mi hap atë konkurse, atëherë mi ngarku stafin me orë edhe jashtë çdo rregullore, se sa mu marrë me këso konkurse. Ose bani kërkesë ministri, letë lejojnë punësimin e profesorëve dhe asistentëve qysh duhet që të mbahet procesi mësimor në mirë të rregull. Mos ketë nevojë angazhimi, po të ketë tamam profesor të marrëdhënie të rregull punës. Njëra anë nuk na lejohet me marrë marrëdhënie të rregull, tjetër anë kur i angazhon ke në 10 ankimime nga ana e inspektorëve, kjo nuk mund kërku në shku këtu. Domethënë kjo çështje duhet merret seriozisht, ju lutem takonu me ministritë respektive edhe le të ndërtojnë një parim të drejtë në aspektin e trajtimit lëndër nga inspektoratet, jo mënyra diskriminuese. Kërkesa i është në vend kemi bërë disa takime, ankesa, për të gjitha kanë rezultu pasustës. Kështu që na jemi në fund që du të marrim vendim, para në që kemi propozimin, gjithësisht vendimin e inspektoratit, në në tjetër kemi propozimin që të inspektorat statutit. Se në dalë, kemi shtë Të rasti e shatë dëgjamit të shkusizohet kontrata e personit të zjedhë dhe të merët hyt, nësa të rasti kritik, avend sinonit të shkusizohet kontrata të konsuaj e fikja shani dhe të rishqytohet ankesa e kandidatit në avend sinonit. Ja të ne propozimin Që unë një propozim në shtyrim të konsultojmë edhe herë të konsultojmë ligjin edhe një herë të shtyrim për orën Ta shtim këtë fikës është fike randë në dorë. Nëse ka bua. Krye semestër. Këtë djetë shumë është në rrjetë këtë semestër është? Po, mëra. U krye më një semestër në këtë. Abanun të asë propozim e ju njërsani edhe nëse me tani pra aprovajnë nëse ju gjeni një masinë. Vendimi të thot, pranë të ditë të duhet shfëqizohet kontrata e njërit kandidat. Unë kisha propozu që ta shfëqizone. Vendimi të thot të rishqyrtohet. E rishqyrtojmë njërë nashë. Nëse gjeni njësoj që ai kandidati ka përparësi, zgjedhë një prapë. Dhe ajo i vazhdon të majorët, nëse zgjedhët prapë, paguhet që pas në timin. Unë jam për me respektu së në procese. Qëtën votim kush e respekton statutin, propozimin e inspektoratit ta shojmë. Tira për kemi një propozim, kush është për respektimin e statutit si pas asaj që kemi vendosur në këtë senat. Dhe të ka kundër abstenim? Ty mi era, Allah, po, vetë votaj. Kemi rastin i pari votaj. Rastin e përshënë në nësë, para se tja kalim dhe kondi për të shpinë. Po, për ja po.
Kërë e vështirë dhe kone, ka tash një margaritor tjetër i studimit të inspektoriat. Tash vetë në dalimi që po më për asistent të rregull, ne në mbledhjen atë kur trajtu e kemi zgjedhur Vjosa Berisha në Fakultet të Shkenca Matematike Natyrore, kurse ndaj këtij vendimi është ankulli dhe fantazia. Kur mor vendimi, kemi pas tabelën për postë senator, edhe atë kjo Vjosa ka pas një në shkrim pozitiv nga Komisioni Vlerësues, por ka pas edhe vendimin e Këshillit që të zgjedhë Vjosa, edhe Komisioni Studimeve ka përfis vendimin e Këshillit, në atë është të konsultuar me dekanën, i ka propozuar senatit të zgjedhë Vjosa ose senatin e laboratorit. Ndërsa ky vetëm Haziri kundër kandidatit që janë këtu, ky ka pas dy vota të Komisionit Vlerësues, po Këshillin e ka pas negativ, prandaj Komisioni ka qëndruar prapa vendimit të Këshillit. Etash, Inspektorati i Punës nxjerr vendim të shfuqizojnë kontratën e kandidatit Vjosa Berisha, edhe ja shkon përveç tjerash, thot ju gjatë zgjedhjes së Vjosës keni rënë ndesh me ligjin 173 paragrafit 1 statutit të PS, sipas cilës vendimi i senatit do të bazohet propozimin e Këshillit Njësisë Akademike. Me pikërisht që ato kemi vënë, edhe ai thot jo, keni gabuar se në këtë tjetër. Këto janë propozimet e Komisionit, domethënë Inspektorat e Punës. Faleminderit për komentarna telegrafikisht i kam dhënë shënimin. Ka pas shumë kandidatë kanë konkuruar me shtynë e Vjosa dhe Vetoni. Për mos me lexuar një në statutit të thonë nëse është barabartë, ja, për parësi ka ferma. Vjosa i ka studimet bachelor 4 vjeçare në programin kimi arsimore në man pikë 31, Vetoni ka studime 3 vjeçare në man 48, një vjet më shumë shkollë, 40 provime me 30. Kurse studimet master i ka në kimi organike Vjosa në 10.00, kurse ky i ka në kimi fizike në 9.4. Launa është kimi e vërdjes dhe inorganike. Recenzioni është 2 për Vetonin, 1 për Vjosën, është da komisioni. Departamenti i kimis me 8 kanë votuar 18 vota i ka pas Vjosa, 12 vota i ka pas Vetonin. Në thonë, në muajnë departamentit, fakultetet e variacionit. Në kësëm të fakultetit, kemi pas një ankesë që ka adresu Vjosa, ndaj komisionit recenzues. Këshilli i fakultetit e ka miratuar propozimin, të më thonë ankesën e Vjosës, me 20 vota për 11 vota për 5 abstenime. Vota kanë qenë për numeratu ankesa saj. Këshilli i fakultetit me shumicë vota, prap 20 vota kanë qenë mu zgjedh Vjosa, 11 Vetoni, 5 abstenime. Dhe kur kemi ardhur senat, përsëri e kam marrë fjalën, arsyeja pse kemi dhënë përparësi Këshillit të fakultetit, jo unë, po një votë ka. Ka qenë se ajo ka 4 vjet studime bachelor me kimi arsimore, na jemi zgjedhur asistent për mësim. Edhe ka kimi përgjithshme dhe inorganike master, kurse kjo ka kimi fizike master, konkursi ka qenë për kimi fizike. As kërkon në kështjel një statutit, as në një statutit. Komisioni recenzuese ka dhënë mendimin Këshillit dhe fmi komisionit senati është akoma manat për mendim. Megjithatë, unë prapë se vraj para votës teme që Vjosa duhet me pas përstasi, se unë e kam edhe djallë dhe vajzë. Për me djallë i pa punë, mëjmë me thonë që po punëve në shanë, banak, me vajzën me 6 vjetë shkollë, me rakë të shpia me nga me gjysë dhe më fatë, kam të parë nga më rake, para një dorë. Prapë, me në statutit jemi, s'kemi shkejt gjastë. Përsteri. Edhe inspektorati ka pru prap. Nëse kam një përcim zhjilët e vendimin e inspektorit. Inspektorit tire vazhdimisht që Komisioni Studime dhe i fakultetit ka votuar. Që është gabimisht të interpretume nga anabinës të askom, Komisioni Studime dhe fakultetit as ka votuar, as ka propozuar. Por letrën e Këshillit të fakultetit, kur ja propozon Komisioni Studime për trajtim si rast, e merë sikur se kimse pas ka votu Komisioni Studime. Do të është komplet keq kuptim dhe keq interpretim e inspektorit në këtë rast. Vendimi për studim në shkallë të parë, ka të bënë drejt ankese, thot në bazë të ligjit ka shkash në inspektori punës,
ankesa ushtruar në vendet të inspektorit nuk është hyrë në ekzekutiv. Do tash s'jep mundësia të trupa ekzekutive inspektorit me bë ankesë pa e në këtë vendet. Mund ne ta bëjmë një shkresë inspektorëve, edhe prokurisë që t'i shojnë lako lako. Në kemi inspektora në bashkë me ta përmorë vendime. Po, përmorë këtë senatë. Më përrej që ishtë doshtë në adresu në mes të institucioneve dhe nivel ministrisë dhe të universitetit. Më dojnë në diskutu me gjitha pjestit relevante, të tashë, në këtu e raste konkrete që janë urgjente dhe dyshysh duhet një menagju, po raste të arshme ishtë doshtë në mbledhë si institucioneve dhe me japështu një ditë diskutime gjithmonë që më jemi qa më prej të dilema. Për kështu në mbesim të usilë në një cikël dhe janë shumë të ngushta juridike që asë nuk kemi në gjendje me muatë parje. Edhe këj ka 8 ditë. Pikërisht këtë. Kjo është problem janë kompleks. Mirë po si Universitetet në Prishtinës duhet me bo qartë edhe publike, cilat janë kompetencët, nëse i dina, po për të kalojnë, cilat janë kompetencët të inspektoratit. Në qoftë se inspektoratit, në cilin do rast, sjellë që Senati ka vendosë në kundërshtim me statutin, atëherë duhet të ndryshojmë vendimin. Nuk s'është kompetencë e inspektoratit për shumë vlerësim, se ka kompetencë. Vlerësoj që duhet kjo ose të nëmandoj pa një pasë. Nëse ka argumentin, pajtim me statutin, mund ndryshojnë vendimet pavarësisht në çfarë kohë jelmore, çfarë qëndrim personale nuk kemi tjetër. Mirë po, këto që e tha kolegja që duhet me drejtu, nëse jetë edhe publikisht, mes institucionës. Mirë po, atëherë vazhdon procedura. Të procedurën që është ankesës, vazhdon duhet, si mund tashti pse ka thonë një inspektor aty, kundërshtim me statutin, tashti të ngroj vendimin. Jo propozoj për zgjedhjes që kanë çdo komision recenzues kanë janë tatis sistemave. A është i mjekësisë, a është i veterinës, a është në rëndësi, na veç me qitë një antarë, s'po di ndrysh? Refuzoni, ma. Para si pas rastit që përshkrau dekani, procedurat e në respektu gjitha bazë statutit, do thotë komisionet pastaj ka ardhur deri te këshilli dhe është miratu. E dyta, statuti flet edhe ligji i arsimit të ardhur të rastit gjenive, po ashtu nëse është gjeni femërore në rrethonat barabarta, ku më pak është përfaqësuar në gjenia femërore, i jepet përparësi gjenisë femërore në shëndimin e kësaj. Të marrim disa baza ligjore. Edhe e treta është a keni bën ankesë kundër vendimit. Lan ankesë më bën. Jo, s'mundet me ndalë, se në procedurë lejohet ankesa dhe ankesa është mjet që ndalë ekzekutimin e vendimit. Ankesa ushtruar vendimin e inspektorit si mundës nuk është hyrë ekzekutive. S'mundet se në procedura administrative është e lejueshme. Po edhe një shkresë, mendoj, doni me dërgu inspektorëve, këshillit gjyqësor, këshillit prokurorial, Ministrisë të Arsimit, një përshkrim të gjitha rasteve, edhe më marr dikush me këto raste. S'mundem na këtu me ta mbyll ti derën në çdo aspekt me interpretu ligjin. Në kësë raste kontradiktore kemi pasur përpara dhe kemi kontaktuar që ne të ministri dhe të inspektorë nuk ka pasur. Ma që si votojnë. A në të dojnë atë që të po që është të nga. Ani tash i dojnë për rektorët. Në rastin konkret kërkon që deri te komisioni resurse. Komisionit me lanë vendimin fuqi, deri aty nuk kthye rastin muri trajt. Me fillu prek këshillit të fakultetit deri në senat. Po ndërkohë kërkon që t'i anullohet kontrata. Ja aktivizohet nëse marrë rosa, ne do të shfrytëzojmë të drejtën e ankesës, sepse kjo lojë ka parë do të 8 ditë kemi afar. Unë nuk jam për kundërshtim as institucioni as rektori. Pra veç edhe me shkep statutin nuk jam, po ç'është jetë mesi për atë punë për problem. Na brenda statutit jemi.
Po, vërtet që kemi pozitë shumë shirë. Na jena të ftu me respektu statutin, dhe nëse na, kur e respektojmë statutin dhe lobe, atër qenë ka ma mirë farë, se mojtë asë në dhe së di si kena me punu në ashtë. Do thot, na jena të ftu me respektu statutin, dhe jena të respektu statutin e pikrish për këtë qeshti me udhënu, nuk e kuptojnë. Nëse është ashtu, vërtet le tjetë që ashtu dhe le ta di publiku që për një gjatë t'i dërosh. Tjetër nuk di. Eci rektor shqipe në votim. Kush është me respektu statutin edhe u krypë? Asgjëstore s'mund të ndodhë drejt në ankesë. E lërë mund një inspektor. Është kategori kushtetuese drejta mund. Absolutisht, po është janë dokumente që shkruajnë për teke. Çka e përfiton? Dokumente po, kur bëjmë ankesë, s'mund ta ndryshojmë vendimin. O kriju opinioni që mund me rëzu çka dush me to çka dush. Universiteti. Legoni e sqaroj përveç aspektit statutar, do kandidatja të cilën e ka votuar Këshilli i Fakultetit dhe Senatit është më e mirë edhe në aspektin profesional, përveç aspektit gjinor që kjo nuk mohohet. Kështu që veprimi ka qenë i drejtë i Këshillit të Fakultetit edhe i Senatit, edhe ne duhet mos ta shfuqizojmë atë vendim, sepse anulimi i kontratës Vjollcës bën shkeljen tjetër që është shkelje më e rëndë se sa kjo që kërkoi inspektorati. Kështu që duhet të quhet ankesa dhe mos përpihet ai. Unë me se vesh me një tërhep, me jo me dy. Ai vjen çfarë? Propozimet e kanë të shëndes kush është propozim. A ka kundër abstinim? Bili ma mirë me një deni se me dy. Edhe të pika e gjashta me mendoj, të pika 7 e rendititës, marrë vendimit për angazhimin në personelit akademik të honorar, sipas konkursit numër 445, datës 14/2017. Ne kemi dy fakultete. Jo, është pika tjetër. Po e ka ndërguar me material ma vonë. Është pika do të thotë që Këshilli i Fakultetit ka marrë do të thotë ka votuar pozitivisht komisioni recenzues për mos zgjedh Albulina Shala për mbajtje të ushtrimeve. Angazhim, jo thirrje. Është ju ka ardhur, gjithë keni material. Ne kemi qunë një kërkesë për më shpallë një konkurs për angazhimit të 2 lanë, që është aplikimi teknologjisë informative në volontimet shkencore që ka të bëjë me studimet e doktoratës historive në sociologji, sepse lëndën e ka mbajt me radhë stafi më rëndshëm i universitetit, po ai ka shkuar në vetë një sabatik Shtetit Bashkuar dhe kjo lëndë ka qenë e pambuluar dhe për ata kemi kërkuar që të bëjë një konkurs. Konkursi ka dalë, kanë aplikuar 2 kandidatë me thirrjen profesor asistent, njëri i UP-s, tjetri i Universitetit Prizrenit. Komisioni ka konstatuar pasi që konkursi ka qenë për staf të jashtëm, jo brenda UP-s, ka propozuar ta ndërmarrën, i cili ka të gjitha studimet nga niveli bachelor deri në doktoraturë në Universitetin e Vjenës dhe doktoratura të cilën ka qenë marrë e vitit, domethënë në Universitetin e Vjenës, ka performancë shumë të mirë akademike, punime shkencore, gjitha i ka, është pyetje për 30 orë mësimore, domethënë semestrit në doktoraturë, është staf i angazhuar, jo i vogël. Komisioni ka propozuar ta ndërmarrën të zgjidhet, ndërsa të shkencat politike ka qenë një landë zgjidhja konflikte. Ne për dallim për landës tjetër, kjo është landë obligative e aplikimit teknologjisë, ndërsa te kjo shkencat politike është landë zgjedhore. Konkursi është vënë
procesi mësimor ka fillu, dhe më thënë tash studentët nuk e kanë zgjedhë ma këtë lanë, më nësë është zgjedhë kjo lanë. Kandidate ka konkuru zënja Edita Tahiri, kjo ka qene, ka pas angazhim edhe për para në bë edhe në kolegjin Fama, por tash ne s'dim si veprojmë, landa nuk është zgjedhë nga studentët, më thënë nëse ne zgjedhim atëherë s'ka që ka morë mësim, sepse nuk e kanë zgjedhë askush. Po, edhe zgjidhja konflikte si vjetë nuk organizohë, se kanë zgjedhë studentë, shpresojmë mos ketë konflikte. Edhe s'ka treguar performancë për zgjedhjen e konflikteve në Kosovë. Kështu që ne mbesim që ky dërmaku tjetë i zgjedhur landa është obligative. Të kanë të gjithë propozimin e veteranit, në hapni debatin lidhur me këtë propozim, ka diku diçka në shtu në këtë. Qëse e kush është për propozimin e veteranit? Kundër asnjë nuk ka. Fjallë ka veteranit fakultetit ekonomik. Këshilli i Fakultetit Ekonomik mbledhen e mbajtur 28/2/2017 ka shqyrtuar raportin e komisionit recenzues për angazhime honorar për mbajtje të ushtrimeve dhe i ka propozuar Senatit të Universitetit të Prishtinës që kandidatja Argulina Shala të zgjedhet për mbajtjen e ushtrimeve në landet menaxhment bankar, kontabilitet dhe menaxhim i riskut dhe i sigurimit. Kjo është raporti që ne kena dërguar, dokumentet përcjellës janë dërguar gjithë. Dhe që në propozimin, hapi debatin në kanë një pyetje, që se kush është për propozimin e Fakultetit Ekonomik? Kundër abstenimit në zero. E dënojnë kurdi. Këllë të pika e tecën e ditës, shqiptimi i rastit të Milona Ashanit në zgjedhjet e asistentëve në Fakultetin e Një tim gjithë me rastin e paraqitur për këshillit e ekipit nga asistent Dr. Albena Rashidi, asistent në Fakultetin e Mjekësisë. Tu kemi një rast kalkulim kandidatës me pretendim se kemi përvetësim të rezultateve, natyrisht nga profesori Milaim Sejdini, unë besoj që kjo do të shkon në momentin kur të miratohet nga këshilli drejtues rregullore, të fillojnë me njerë sepse aty na janë grumbullur disa normë, të treguar përpara arsye pse, dhe natyrisht varësisht për vendimit të këshillit të etikës do të procedohet më të tjerë. Është pak sqarime që kanë qenë në rrugë të argumentimit shkencor. Komendoj kështu. Çështja në fjalë ka dy aspekte. Njëri është aspekti akademik, tjetri është aspekti etik. Aspekti akademik qëndron te fakti se ky senat ka vendosur diçka në bazë të faktit që një punim ka qenë i votuar nga autorët caktuar. Dhe senati duhet merret me çështjen akademike, duhet të merret me vendime. Pastaj ka një aspekt etik që njëri prej autorëve ka përgjithësuar diçka që sipas deklaratave të autorës tjetër nuk i ka takuar. Pastaj ka kanë anës etike, në këndë që u bëhënjën sa po e ka përsyjë rregulloren e Komisionit të Etikës. Çështja është ngritë pra nga një nga autorët pranë Komisionit të Etikës dhe mendoj që është mirë që tash Komisioni i Etikës mund të merret në rast të konkret. Sa i takon anës akademike, propozimi im do të ishte që Senati t'i rekomandoj autorët që çështjen ta ngrisin te revista që është votuar punimi. Revista që është votuar punimi ka mekanizma me cilat vërteton kush është autori, ka mekanizma me cilat vërteton kush e ka mbajtur korrespondencën. Ka mekanizma me cilat e tërheq punimin, nëse konstaton që punimi ka probleme të autorësi. Dhe në momentin
revista e tërheq punimin, pastaj është çështja e këtij senati që merret me gjendjen e re dhe të merret mbrapa me mendimin. Propozimi im do të ishte pra një rekomandim i tillë i senatit autorëve të punimit. Po duhen edhe diçka të përshkruar. Unë do ta kisha propozuar dekanin e fakultetit mjekësisë, e cila e ka bërë këtë çështje të senatit, dhe thonë se i ka dhënë kompetencat e fakultetit, këshillit të fakultetit mjekësisë. Mendoj që ka bërë mirë. Unë do t'i kisha lutur gjithë senatorët, dekanët, dhe ta përcjellin dhe stafi akademik të tyre. Që kështu veprojmë në gjitha rastet. Po shihni që në situatën në vendin e në kohën që jetojmë gjithçka ka përcjellë. Tash në një emision siç më treguan, nuk e kam shkuar, madje për ekspert që paguhen për të hartuar vlerësim veçanti, në paragraf veçantë për Universitetin e Prishtinës, thonë publikisht që Universiteti i Prishtinës nuk ka kod etikës. Kod etikës në Universitetin e Prishtinës ekziston të punës se gaboj nga vitit 2013, në procesin e të ardhën të tonë, një sot e tutje kemi, do të kemi, e do ta kemi zotarish kur kanë në përkëshillin drejtues edhe rregulluar për punën e komisionit. Po du të them, me gabim, mund dikush prej nesh, dikush prej stafit, edhe më kesh menaxhmentit, ta bëj institucionin në pozitë keqe. Në rastin konkret në shimë kemi për të marrë me çështën e fjallë. Në njëherë kemi, në njëherë mund të këshillojmë që të më mirë. Tashti, po du të them një qëndrendimi personal. Shtymja universitet, unë e konsideroj është këshyrje për tjetë, gjithë, e veçanti për ta që jemi. Në këtë çështje që prorektori se du kontaktuar revista, asistentja në komunikim me revistën nuk ka vënë asesi dhe do të edhe kom qenë në pjesë e korespondentës edhe ata pre-redaktoria thot se e ka pranu punimin me emrin e asistentës si autore. Dhe gjitha, në më thonë, procedura ka shku në atë formë deri në moment e pranimit të rishërtimit nga recenzentës që shkon procedura, deri momentin e botimit të në fund, që shkon në ashtu botim. E aty duket që ka ndodhë të qka që ashtu. Dhe tani, çështja tjetër ishte pretendimi i asistentës që në formë dhe më thanë që më ka informu mua si dekane, se profesori saj, profesor Vinaj Sedini, është avansuar duke përdorur atë punim, do thotë me emrin e tij të parë ashtu siç është publikuar në revistë. Kjo është një çështje. Dhe ajo çështje është ngritur në Këshillin e Tij, edhe në bashkëbisedim të saj me rektorin, rektori i ka rekomanduar që ta prezantojnë këtë plan dhe këtë ankesë të saj në Këshillin e Tij. Këshilli i Tij pastaj vendos a ka të drejtë apo s'ka të drejtë. Dhe në ndërkohë me qenë se kjo rregullore ende pra ishte në proces, Këshilli i Tij nuk është komitetur, dhe në ndërkohë ajo më informon po ashtu për një shkelje tjetër, të cilën unë si dekani pastaj është ta verifikoj. Shkelja është seriale, se në momentin kur është avansur profesori në fjalë, profesor Vinaj Sedini, në komision recenzues ka qenë mentorja saj, një profesoresh e fushës, profesoresha Gjina Mullo, nga Fakulteti Mjekësisë Dentare në Tiranë, e cila për momentin është aktualisht është zëvendës dekane e këtij fakulteti. Ajo thotë se unë nuk kam qenë asnjëherë në këtë komision, nuk kam informuar që kam qenë në komision recenzues, dhe ai në shkrimin imi, ai në shkrim që figuron aty, nuk është i imi, unë nuk e kam firmos asnjëherë atë dokument. Dhe unë si dekane me të marr atë informat për ta verifikoj. Kam kontaktuar përmes dekanit të Fakultetit Mjekësisë Dentare, edhe profesoreshën, edhe aja ka kthy me shkrim
Profesoresha Gjina Mullo, e cila ka figuru si antar i komisionit dhe e cila tani është zavend dekani se domethënë nuk kanë qenë. Dhe pastaj unë me qenë se nuk kam kompetenca të vendosi për çështje, unë e kam informuar rektorin në shkrim edhe këshillin etik të vazhdoj tutjet edhe ta shikoj çfarë është pyetja sepse kjo është madje falsifikimi i nënshkrimit është vepër penale, është më tepër. Kjo ishte informata. Shumë të informata sigurisht to kam pas këshillin etikës përpara bashkëpunoni ofroni çdo informatë që keni, mirë që këshilli etikës të ketë për materialin lidhur me çfarë. Përndër shumë me korrektësi, kemi përcjell, do të qenë korrekt, por shumë këshilli etikës është në kompetencë të këshillit etikës për me marrë vendim sa në përket vlerës së ekziston. Kjo ka qenë vetëm njoftim, kështu që ti nuk kemi çka të merrë vendim. Apo janë proces. Ka dikush drejtëti tjetër me të qenë. Është proces. Mirë atë, po kalojmë te pika e radhës. Shqiptimi rastit të Miranda Hashanit lidhur me zgjedhjen e sistemit të fakultetit të ndërtuarisë dhe arkitekturës. Mirë, të ka një informase pra... Pika shkurta, aty i keni veç aty sigurisht 3 shkresa. Është një vendim i marrjen e thirrjes, është një kontratë nënshkruar e pa ekzekutuar deri tani, dhe është shkresa e janarit 2 viti që është notifikuar tema e masterit. Dhe unë atë kom të pu për këtu që vendosi për të çështje, ma detajisht. Kjo ka ndodhur për 2015, do të tash jemi 2017 në të ligjimi është bën janar 2017. Për kjo se dhe senatorin e fakultetit që ka qenë ishte e kanë pesë që vizitetarë pak ma tonë si shumë të çështje. Për korektësi është doar në qëshuar 2006 në bashkëve justifikimi diplomas së masterit. Në qëshuar 2016? Do të praktësisht 15 pas datës zgjedhjes. Do të s'pas ka pas as master. Tanë sektor, unë do të ndërtoj me sqaru këtë një pjesë e madhe tyre kanë qenë në pjesë e senatit kaluar. Do të përmendoj që Miranda Rashani në kohën kur ka aplikuar ka pas nivelin bachelor të kryer në fakultetin tonë, me një notë relativisht madhe binom në fakultetin e arkitekturës dhe ndërtuarisë, ka kryer studimet master në Polis në Tiranë, dhe ka konkuruar në ato për pozitën e asistentit. Komisioni recenzos ka shkruar referat pozitiv dhe është aprovu pastaj në Senat, me qenë Senat ku ka qenë ajo, kush e din, besoj që e di shumica, ka qenë një farë koncepti që Shqipëria, Ministria Shqipërisë e Arsimit të Shqipërisë dhe të Kosovës, kam pas një farë pauze për njohjen e diplomave të polisit, ata vetë e pastaj me i transmitu për ne. Nuk është kërë ati pa njohur për shumicë me jush, dhe në një mënyrë, ajo është mendu që do të zgjidhet për një kohë të shpejtë. Për një kohë të shpejtë. Është procesu në Senat, kandidatja ka marrë vendimin, është të zgjedhë në thirrjen e asistentit, më pastaj është vonu ma shumë se 3 muaj dhe Senati kaluar, kemi ndarë dhe kemi thonë nuk mund të implementohet kontrata me qense duhet të presim kur do të bëhet nostrifikimi ose njohja. Njohja është bërë datën e ki në dokumente në sekretar, dhe ajo ka kërku që të riaktualizohet vendimi i marrë në Senatin e kaluar, ose në të kundërtën të mos i konfirmohet ose të mirët civil, se nuk mund të vazhdohet ai vendim. Kjo është gjendja faktike reale, kandidatja është studente para përfundimit të PhD-s në Universitetin e Vjenës, është përfituese e bursës nga Ministria e Arsimit, disa reforma të cilët mendoj që mund të ndihmojnë që ne të mendojmë a mund t'ja njohmi atë vendim ose ta riaktualizojmë, ose, pas unë vetëm klasiake, ose në të kundërtën do thotë të themi se kandidatja nuk mund t'i vazhdohet ai vendim. Nëse nuk i vazhdohet vendimi, kandidatja tash ka më shumë se 30 vite, do thotë dhe ajo në konkursin e radhës do thotë eliminohet nga kandidatja. Në dëgjoj rastin e ka dikush ndonjë pyetje, diskutim? Se bërë fjallë, rastin e asistentja nuk ka pas dokumentet të kompletuara si pas konkursit. Propozimi është që të anullohet ai vendim mbi zgjedhjen e asistentit, sepse nuk mundeni që atë ta marrë. Prandaj kush është që të anullohet vendimi mbi zgjedhjen e asistentit?
që kanë doktorat në djenura. Për të ndjena ato statute. Janë të frejnë kontra. Unë janë të frejnë. Dy në kontra. Abstinim? Një. Një. Shëdira. Abstenim. Abstinim. Jo, atër, më duke që kemi nga vika traditit që për në tëraj. Denot. Qoj janë i denit dule se ti për atë të rastin e doktorat. Doktorat. Shumë pak. Po.